Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me këtë fundjavë se si do jetë për të gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme të këtij kanali. Dhe për të gjithë ata që janë të interesuar, mund të kontaktojnë te numri i WhatsAppit. Dhe shohim energjinë që na vjen në lidhje me këtë fundjavë. Dhe letra dalin vetë. Atëhere, kemi energji të shenjave të ujit, tokës, të zjarit, por kemi edhe energji të shenjave të ajrit dhe të tokës përsëri. Ju shoh fillimet e reja, do jeni shumë emocional gjatë kësaj jave, shoh që mund të keni një dashuri ose ju të ndjeni mirë gjatë kësaj fundjave dhe ju shoh në lëvizje. Disa mund të jenë udhëtime, mund të jenë udhëtime të shkurtra, ndoshta për të pushuar gjatë kësaj fundjave dhe ju shoh me vendime të rëndësishme. Një pjesë tjetër, do keni lajme të mira në lidhje me punën nga ana ekonomike, por nuk e di edhe në lidhje me kontrata të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Gjithsesi është një fundjavë ku do merrni vendime. Një pjesë prej jush do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, për gjithë ata që mund të kenë edhe një lloj distancimi ose një lloj shkëputje në lidhje me njohjet që keni ose marrëdhëniet, por dhe lidhjet tuaja. Në lidhje me punën tuaj, po mendoni shumë seriozisht, disa mund të jenë në udhëtime dhe pse është fundjavë, udhëtime pune flasim. Dhe jeni duke menduar për anën ekonomike dhe është një fundjavë që do merrni vendime të rëndësishme. Edhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Dhe dolën dy karta fantastike, kemi energji të shenjave të zjarit dhe kemi dhe energji të shenjës së binjakëve këtu. Gjithsesi, energjit nuk kanë shumë rëndësi, por shoh një njohje re, një takim në lidhje me ju, është ju do shkëmbeni ato emocionet me një person, ose ju do kaloni dhe fundjavën me këtë person, keni një takim. Dhe është një takim që nuk e di, dy persona që ndihen shumë të dashuruar, sikur shijetat e Kupidit do vinë tek ju. Dhe po ta vini re, dhe ju do ta quani një sukses, një fitore me këtë person. Dhe përsëri shoh në udhëtime, disa prej jush mund të keni flerte, romanca në udhëtime që mund të bëni gjatë kësaj fundjave, dhe tha mund të jenë udhëtime që ju mendoni të kaloni fundjavën jashtë qytetit tuaj ose diku. Por jo domosdoshmërisht, një pjesë tjetër mund të jeni duke dalë dhe shoh që këtu do keni një fillim të ri. Ose do takoheni me një person, do shkëmbeni këtë dashuri ose këto emocione dhe do ta quani si një fitore, si një sukses. Ndërsa për një pjesë tjetër kanë lajme të mira në lidhje me partneritetet. Nuk e di, diçka do fitoni në lidhje me një partneritet, me një bashkëpunim, dhe kjo do t'ju bëj që ju të ndjeni, sikur do vi ajo era e suksesit tek ju, era e fitores. Do jeni të mbështetur, do mbështeteni dhe nga persona të tjerë, por ndërkohë mund të keni dhe persona që mund të bëhen ziliqar në lidhje me një sukses dhe një fitore që do keni gjatë kësaj fundjave. Dhe këtu flasim si në lidhje me punën nga ana ekonomike. Për një pjesë tjetër, mund të jeni duke takuar edhe dikë, që mund jetë një person që i dashur për ju, dhe kjo gjë do t'ju japi kënaqësi. Ndërsa për disa të tjerë do keni mbështetjen e një personi të dashur në lidhje me një lajm që do merrni, ose dikush do t'ju japi një lajm të gëzuar. Dhe shohim te energjia e tokës, por dhe e zjarit këtu, ju shoh në lëvizje gjatë gjithë kohës. Nuk e di, disa prej jush bien pak të trishtuar dhe kam energjinë e shenjës së gafores në 2 letra.
dhe e shoh që është shumë fort, energjia e shenjës së gafores. Nuk e di pse bini të trishtuar, edhe pse ju mund të shkoni diku në një udhtim, ose ju do refuzoni një udhtim për pjesën tjetër. Mund të jetë një udhtim me shoqërinë. Në një rast, në rastin tjetër mund të jeni përqendruar shumë te një lloj trishtimi në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe sikur refuzoni ndoshta një dalje gjatë kësaj fundjavë. Gjithsesi ju shoh që do jeni në udhime, por ose ju refuzoni që të jeni me shoqërinë tuaj, të ndjeni atë entuziazmin gjatë kësaj fundjavë, por për një pjesë tjetër mund të bien që mund të trishtoheni pak në lidhje me anën ekonomike ose me punën tuaj. Por gjithsesi është një dorë nga universi që ju zgjat këtë dorë, këtë kup dhe këtë mirësi. Dhe ju shoh edhe në festime një pjesë tjetër. Një pjesë prej jush mund të keni dhe një ftesë gjatë kësaj fundjavë, dhe mund të jetë një ftesë nga shoqëria juaj, mund të jetë një ftesë nga persona të dashur, dhe ju do jeni duke e festuar, dhe ju shoh në një udhtim. Këtë mund ta merrni dhe në lidhje me punën ose nga ana ekonomike, ku ju mund të refuzoni një ofertë gjatë kësaj fundjavë. Mund të jetë një ofertë që ju vjen, po ju sigur e refuzoni, dhe është një ofertë që do vinë nëpërmjet shoqërisë tuaj. Dhe shohim vendimet që do merrni, sepse ju shoh që do merrni vendime shumë të rëndësishme. Për gjithë ata që mund të jeni një shkputje, në një distancim ose në një ftoje emocionale, por vendimet e në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Dhe shoh që fati do t'ju ndihmojë. Fati ju ndihmon për t'i çuar gjërat para në lidhje me një person. Për gjithë ata që mund të jenë shkëputur, atëherë ju do harini, ndoshta t'i çoni gjërat para me këtë person. Ose në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, për gjithë ata që kanë distancim, dhe do merrni një vendim gjatë kësaj fundjavë. Ndërsa në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike, shoh që fati do t'ju ndihmojë për të çuar gjërat para, në lidhje me paratë tuaja, me punën, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, edhe pse është fundjavë, por gjithsesi jo të gjithë e kanë pushim. Dhe shoh një fillim të ri shumë të bukur. Dhe këtu kemi, energji të shenjës të Luanit, shenja e Virgjëreshës, Akrepi dhe Demi. Dhe shoh fillime të reja me energji ajri, ku do marrin zhvillime shumë të mira. Këtë shumë diskutime, shoh gjatë kësaj jave, gjatë kësaj fundjave, përfundimi. Dhe erdhi një energji fantastike. Shoh do merrni iniciativa. Këtu kemi të bëjmë energjinë e shenjës së Dashit, energjia e shenjës së Luanit, por dhe gjitha shenjat e horoskopit. Te kjo kartë. Dhe shoh energji e Perandoreshës, që është tregon fillime e zhvillime të mira. Ndërkohë këtu kemi energji të shenjës së Shigjetarit, Peshore, por kemi dhe energjinë e shenjës së Demit. Gjithsesi është lexim i përgjithshëm, ju mund ta merrni për gjitha shenjat, sepse i kemi këtu, është dielli. Një fundjavë me iniciativa, një fundjavë për të kaluar kohën në diell, ose fundjavën në diell. Por një shkëlqim, një sharm shoh për të gjithë ju, dhe iniciativa për të kaluar një pushim, iniciativa për të qenë me personin që ju doni, dhe për të pasur fillime që të marrin zhvillime shumë të mira. Por ndërkohë kjo ka lidhje dhe me punën, sepse shoh kontrata të rëndësishme, kemi energjinë e shenjës së Dashit këtu. Do keni kontrata të rëndësishme dhe kjo gjë do t'ju lumturojë jashtëmase. Një mbështetje shumë të madhe ndaj familjes, fëmijëve tuaj, por shoh fillime, zhvillime që do marrin zhvillime të mira. Mund të jetë fillimi një dashurie të re, që do marrë zhvillime të mira gjatë kësaj fundjavë. Fillimi një shtatzanie, fillimi një pune të re, ose një fillim ekonomik, ose edhe të një pune që mund të kemi. Gjithsesi marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë, çfarë mesazhi ju japin për këtë fundjavë. Dhe kemi energji kupash këtu.
Kemi shtatën e kupave dhe thot duhet merrni një vendim, thot, është e nevojshme që ta bëni këtë, ndaloni gjërat që nuk kanë shkuar mirë deri tani. Gjithsesi shoh që do jeni mes ëndrave, mes iluzioneve gjatë kësaj fundjave, ju do jeni duke ndruar rreth një personi, rreth një dashurie, rreth marrëdhënieve tuaja, do keni shumë oferta këtë fundjavë në lidhje me dashurinë, por ju do jeni të fokusuar vetëm te një person që ju vërtet e doni. Në rastin tjetër, do keni shumë oferta në lidhje me punën, ose edhe nga ana ekonomike. Do merrni vendime të rëndësishme dhe është e nevojshme ta bëni këtë. Ndaloni së krijuari iluzione, thot më saktë kjo. Unë do marrë dhe një tjetër, dhe kemi kartën e yllit që tregon realizime. Ju do harini të realizoni gjithçka. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjës së ujorit. Është një periudhë shumë e lumtur. Bëni plane afatgjata, thot, si në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike dhe jeni në rrugën e drejtë. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Ju do ndjeni të realizuar gjatë kësaj fundjave, por do realizoni dhe dëshirat dhe ëndrat që ju keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali dhe ju uroj një fundjavë sa më të këndshme të gjithë ju.